Kryetar, po nisim kështu pak më herët, po të rikthejnë kohë, po flasim për Ekremin ashtu si i ri. Si kanë qenë, çfarë kujton ti, apo si erdhi që një i ri t'i bashkohet frontit luftës, t'i bashkohet vijës të parë të frontit luftës bashkë me UÇK-n? Po, tash të gjitha edhe diskutimet brenda familjes, diskutimet brenda shoqërisë ishin të tilla që gjenerata jonë u kriju domosdoshmë që ta bëjmë një hap të pa imagjinueshëm apo një hap të pa parë duke rreshtuar në forcën atëhershme tonë çlirimtare pra ushtrinë e Kosovës, ushtria çlirimtare e Kosovës. Ka qenë i vetmi formacion apo e vetmja mundësi apo e vetmja alternativë e cila neve shpirtin luftarak apo shpirtin patriotik na ka përmbushur me idetë apo me ideologjinë e saj dhe me aktivitetet e saj. Edhe kemi qenë shumë të vetëdijshëm që veç lëvizja apo veç lufta armatosur e sjell sa më shpejt lirinë dhe përparësinë. Prandaj jemi munduar që sa më shpejt të bëjmë hapa konkret në këtë drejtim, e që kanë qenë aksionet atëhershme të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ne si të ri nuk kemi hezituar, t'ju them të drejtën, që sa më shpejt dhe sa më mirë të kyçim në këto organizata, sikur që ka qenë ushtria çlirimtare e Kosovës, po edhe lëvizje tjera ilegale që kanë